Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën, po shpresoj se jeni mirë dhe si është situata sot në Krujë dhe në gjitha vendet ku ka pas vatra, zjarri, pamjet cilat kanë qenë vërtet për të ardhur keq, cilat janë shpërndarë gjithandej. Po, në fakt, Bedi duhet themi që Shqipëria po përballet në situatë vërtet problematike sa i takon disa vatrave zjarri të cilat janë të përhapura pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë. Më problematike në fakt që prej ditës së shtunë ka qenë situata në zonën e Krujës, ku në fakt orë të tmerrit kanë kaluar banorët e disa lagjeve në qytetin e Krujës, pikërisht mbrëmjen e së shtunës dhe duke u kthyer mëngjesi i ditës së diel, teksa vetëm gjatë ditës së dielshme në fakt është arritur që të neutralizohet disi situata, ndërsa gjatë mbrëmjes së kaluar ka patur sërish një reaktivizim të vatrave të zjarrit, por që kanë qenë me përmasa të vogla, pra nuk kanë patur problem tek banesat, ndërsa banorët e kanë cilësuar si ferri i rënë mbi qytetin e Krujës, pra mbrëmjen e së shtunës, ku praktikisht disa lagjet e qytetit rrezikuan që banesat e të cilëve të digjeshin, por fal ndërhyrjes së menjëhershme të dhjetra forcave të shumta zjarfikësve të ardhur nga rrethet e tjera të Shqipërisë, duhet thënë jo vetëm të qytetit e Krujës, por edhe nga Kamza, nga Tirana, edhe nga Lezhë, Laçi dhe rrethinat e tjera, ka patur një mobilizim të jashtëzakonshëm, duhet thënë, por duhet themi që gjatë mbrëmjes të së shtunës ka qenë e pamundur në fakt ndërhyrja nga ajri për shkak edhe të errësirës dhe gjatë orëve të natës fakt ka qenë situata më rënduar dhe më problematike, por që fatmirësisht nuk pati banesa të dëmtuara dhe jetë njerëzish të rrezikuara, pavarësisht se pati një evakuim të disa lagjeve të qytetit e Krujës, pra nga autoritetet vendore dhe qendrore, u bë thirrje që të largohen, pra të lënë banesat, pavarësisht se ta të fundit në fakt banorët e kishin shumë të vështirë për të reaguar dhe për të braktisur banesat e tyre. Megjithatë, kjo është situata që mund të themi që është raportuar të paktën prej 2 ditësh në zonën e Krujës, ku ka qenë edhe më problematike situata, por megjithatë ajo çfarë vlet të theksohet është se kemi shpëtuar jetë njerëzish, duhet thënë, pra autoritetet kanë qenë në gatishmëri për shpëtuar jetën e njerëzve pasi kanë qenë të rrezikuar në zonën e Krujës, ku edhe situata ka qenë më problematike dhe kjo vjen si pasojë, duhet thënë, Bleti, e një shkëndije të dhënë nga një 73 vjeçar, i cili zjarri nisi pra nga djegja e disa shkurreve dhe barishteve në tokën e 73 vjeçarit në zonën e Krujës dhe më pas mori përmasa të jashtëzakonshme duke rrezikuar të digjet pothuajse një qytet i tërë, pra siç ishte qyteti i Krujës, ku masivi pyjor është shkatruar totalisht, të dëmëve në të mbjella dhe peptari apo dhe pyje, është përfshirë vetëm një stall baktish dhe pak nga raportimet më të fundit, pra këto janë dëmet e deri tanishme të shkaktuar, pra nuk ka patur asnjë banesë të djegur, pasi kanë qenë, siç e thash, me dhjetra forca të ushtrisë, të zjarfikësve dhe të emergjencave civile, të cilët janë mobilizuar, siç e thash, pra edhe nga rrethet e tjera, jo vetëm nga Kruja, për t'ju ardhur në ndihmë banorëve të cilët ishin duke luftuar me flaket e ferrit, siç i kanë cilësuar pikërisht banorët atje.